Sheshi kryesor përpara Bashkisë Fuçarës u mbush me kostume popullore dhe timuj të tupanit e çiftelisë. Festivali i instrumentistëve të rinj u rikthye në edicionin e tij të 21. Tradita vijon të ruhet për më shumë se 2 dekada, ku instrumentistët e veçel erdhen nga shumë treva të shqiptarisë, e ku në fokus kanë ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore. Festivali bashkon artistët e vegjël për të konkurruar me performancat artistike dhe instrumente popullore. Një kontribut të veçantë në këtë edicion ka dhënë edhe Qendra Kulturore e Fëmijëve në Fuçarës. Nata e parë nuk ishte konkurruese, por erdhi si mënyrë përshëndetëse nga shkollat e kësaj bashkie. Dhjetra vizitorë vendase të huaj ndoqën performanca të cilat erdhën njëra pas tjetrës në pedonalen e qytetit, duke krijuar kështu një atmosferë festive.